Në zbatim të planit të masave për lokalizimin dhe kapjen e shtetasve në kërkim bazuar edhe në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër, në bashkëpunim me shërbimet e forcës së posaçme Shqiponia dhe specialistët e sektorit për hetimin e krimeve të rënda, kanë lokalizuar, kapur dhe ndaluar shtetasin Arlind Kajoshi, 31 vjeç, banues në Shkodër, i shpallur në kërkim për veprat penale plagosja let me dashje, kryer në bashkëpunim, kanosja kryer në bashkëpunim dhe mbajtja pa leje armëve shpërthyese dhe municionit. Nga veprimet hetimore dyshohet se ky shtetas është përfshirë në konfliktin e ndodhur për vend parkimin e automjeteve me datë 3/6/2024 në rrugën Poge, gjatë të cilit u godit fizikisht edhe me sende të forta shtetasi Vladimir Bruçi. Vjen puna për kapjen e një tjetër shtetasi bashkëpunëtor në ngjarje, njofton policia. Vladimir Bruçi është babai i Alban Bruçit, një tjetër emër i njohur për policinë. Ky i fundit me 7 shtator tentoi të eliminonte fizikisht vëdhën e Arlindit, kampionin e boksit Arion Kajoshin. Materialet procedurale i kaluan prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.